Mirë se vini. Sot do të analizojmë një nga paradokset më të çuditshme dhe më të rrezikshme në vendimmarrje. Pra si është e mundur që një dhëmë e mbushur me njerëz gjenjal të marrë një vendim që përfundon në një katastrofë absolute. Dëgjoni pak këto fjalë. Janë fjalët e Arthur Schlesinger, një historian i famshëm dhe këshilltar prezidencial. Ky pohim na çon drejt në zemër të një prej dështimeve më të bujshme të politikës jashtme amerikane dhe na lë me një pyetje të thjeshtë por që të torturon. Pse? Pse heshti ai? Dhe duhet ta kuptojmë këtë. Nuk po flasim për një administratë dosido, po flasim për ekipin e John F. Kennedyt, një skuadre vërtet yjesh, me mendjet më të ndritura të kohës. E megjithatë, vendimi i tyre për të miratuar pushtimin e gjirit të derrave në Kubë ishte një dështim total dhe poshtrues. Ja, këtu qëndron thelbi i gjithçkaje. Nëse nuk ishte problemit e mungesa inteligjencës apo eksperiencës, atëherë cila ishte ajo forcë e padukshme që i shty këta njerëz kaq të zot drejt një gabimi kaq monumental? Përgjigja, siç do ta shohim, fshihet te vet dinamika e grupit. Okej, le të fillojmë. Për të kuptuar se si një grup kaq i zgjuar mund të gabonte kaq thellë, duhet të kthehemi pas në kohë dhe të shohim hapat që e kthye një plan sekret në një dështim të sigurt. Është si një recetë për katastrofë. E dini cila është ironia? Plani nuk ishte fare i Kennedyt. Ai thjesht e trashëgoi. Imagjinoni pak skenën. Je president vetëm prej 8 ditësh dhe CIA vjendet përplas në tavolinë një plan pushtimi super sekret. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, ata krijoi një ndjenjë urgjence ekstreme. Është tani ose kurrë. Ky presion e bëri pothuese të pamundur një analizë të ftohtë dhe racionale. Dhe kjo na sjell te problemi i vërtet. Sepse betejë e vërtet nuk u zhvillua në plazhet e Kubës, por brenda mureve të dhomës së mbledhjeve. Ktu filloi të shfaqej ajo që mund ta quajmë iluzioni i pëlqimit. Këtu kemi një problem themelor, një konflikt interesi të pastër. Të njëjtët njerëz që kishin investuar vite, para dhe reputacionin e tyre në këtë plan, ishin edhe njerëzit që duhej ta vlerësonin objektivisht. Ata nuk ishin analistë të paanshëm, ata ishin shitës të pasionuar që donin me çdo kusht ta çonin deri në fund marrëveshjen. Tani, le të hedhim një sy disa prej supozimeve, dhe kur i shikon sot, të duken thjesht absurde. E gjithë strategjia ushtarake varrej nga një kryengritje e popullit kuban, por askush nuk u mundua të verifikonte nëse populli donte vërtet të kryente kryengritje. Ekspertët më të mirë për Kubën u lanë jashtë, gjoja për të ruajtur sekretin. Dhe plani rezerv ishte thjesht qesharak, ideja se 1400 njerëz mund të ecin 130 kilometra në këmbë përmes xhunglës dhe kënetave armiqësore ishte një fantazi e pastër, por në atë dhomë askush nuk e vuri në dyshim. Dhe kjo fjali e Schlesingerit e kap tamam thelbin e gjithçkaje. Edhe pse shumë njerëz kishin dyshime të thella, askush nuk guxonte të fliste. Çdo kush mendonte se ishte i vetmi që kishte kundërshtime. Dhe kjo heshtje krijoi një iluzion vdekje prurës unanimiteti. Kjo ndjenjë e çuditshme, ky konsensus i rrem, delse nuk është diçka e rrallë. Përkundrazi, është një kurth psikologjik kaq i zakonshëm, saqë ka edhe një emër. Këtu dështimi i gjirit të derrave na jep një leksion universal për sjelljen njerëzore. Dhe kështu hym në thelbin e analizës son. Çfarë është groupthink? Psikologu social Irving Janis e studioi këtë rast dhe shumë të tjerë dhe pagzoi këtë fenomen groupthink. Në thelb, është ai procesi rrezikshëm kur dëshira për harmoni, dëshira për të ndjerë pjesë e ekipit, bëhet aq e fuqishme saqë thjesht e vret mendimin kritik. Për ta thënë edhe më thjesht, është kur presioni social për t'u përshtatur e mposhtë gjykimin individual, është ai instinkti ynë i thellë njerëzor për të shmangur konfliktin, edhe kur ai konflikt është absolutisht jetik për të arritur te vendimi i duhur. Okej, tani që e kemi kuptuar teorinë, le t'i veshim këto syze të groupthinkut dhe të rishikojmë edhe njëherë historinë e gjirit të derrave. Si u shfaqën këto simptoma në praktik brenda shtëpisë së bardhë. Kjo tabeli tregon gjërat shumë qartë. Le t'i marrim me radhë. Së pari, vetë cenzurimi. Schlesinger e dinte që diçka nuk shkonte, por e cenzuroi veten e mbylli gojën. Pastaj kemi një fenomen tjetër, të quajtur mbrojtësit e mendjes. Kur një zyrtar i lartë shkruaj një analizë shkatruese për planin, shefi i tij, sekretari i shtetit, thjesht e futi në sirtar, nuk ja tregoi kurrë presidentit, duke e mbrotur grupin nga lajmet e këqija. Dhe sigurisht,
Të gjitha këto quan te iluzioni I unanimitetit. Pse? Sepse askush nuk foli dhe kështu të gjithë menduan se të gjithë ishin dakord. Heshtja u bë sinonimi pëlqimit. Tani, dikush mund të mendojë, okay, kjo është politika e nivelit të lartë, s'ka lidhje me botën reale. E po, gabim I madh. Kjo dinamik shkatruese është kudo. Dhe kjo na sjell te pika tjetër, nga politika te biznesi. Mendoni pak për bashkimet gjigante të kompanive që shpesh përfundojnë në dështime spektakolare. Receta është praktikisht identike. Krijohen ethet e marrëveshjes, një presion I jashtëzakonshëm për ta mbyllur me çdo pushtë, fshehtësia mban larg ekspertët që mund të bëjnë pyetjet e vështira. Analiza bëhet nga njerëz si bankierët që përfitojnë miliona nëse marrëveshja mbyllet. Dhe ato fjalët e bukura për sinergji dhe sukses mbeten thjesht supozime që nuk testohen kurrë. Është e njëjta recetë për katastrofë, vetëm se në një fushë tjetër. Dhe kjo na sjell te pyetja më e rëndësishme nga të gjitha. Si mund ta parandalojmë këtë? Si mund ta dallojmë që një ekip po bie në këtë graçke, le të bëjmë një lloj kontrolli të shpejtë të shëndetit të një ekipi me disa pyetje diagnostikuese. Kjo është një metaforë fantastike. Mendoni pak për mbledhjet në përgjithësi. A janë si një lojë qetë golfi, ku të gjithë presin radhen me mirësjellje dhe askush nuk e kundërshton tjetrin, apo janë si një ndeshje hokej plot energji, ku idetë përplasen, debatohen dhe sfidohen me forcë. Debati I shëndetshëm nuk është shenjë problemi, përkundrazi, është shenja jetike e një ekipi të shëndetshëm. Ja një tjetër test I vogël. Në një mbledhje, kur hidhet një temë e vështirë, a shprehen njerëzit menjëherë apo ka një heshtje të çuditshme ku të gjithë kthejnë syt nga lideri për të parë se çfarë mendon ai I pari? Nëse të gjithë presin sinjalin nga lart, atëherë kemi një alarm të kuq. Dhe një pyetje e fundit për të reflektuar. A është një mbledhje një forum për debat real, apo thjesht një teatr ku vulosen formalisht vendime që janë marrë tashmë pas kuintave? Kur mbledhjet bëhen thjesht një formalitet, kjo do të thotë që mendimi kritik tashmë ka vdekur. Dhe kështu, gjithçka përmblidhet në këtë pyetje të fundit. A është arritur një konsensus I vërtet, I dal nga zjarri I debatit të hapur dhe të sinqert, apo jemi thjesht viktima të groupthink, ku heshtja është maskuar si pëlqim? Të dish ta bësh këtë dallim nuk është thelbësore vetëm për të shmangur katastrofa si gjiri I derave, është thelbësore për të arritur çdo lloj suksesi të vërtet dhe të qëndrueshëm.